që e njëjta do të ketë gjatë ditës së sotme, do të mësoj më shumë prej kolegun tonë gazetar Besnik Tahiri, cilin e kemi në lidhje të drejt për drejt. Besnik, kë dërim tani e ka takuar Ursula von der Leyen? Në fakt nuk ka takime deri tash për shkak se Ursula von der Leyen akoma nuk ka zbarkuar në tokën e Kosovës. Kjo për faktin se ajo gjendet momentalisht në Serbi, ku ka pasur takime me krerët e shtetit serb, dhe do ta bëj atë fluturimin që rrallë kush e bën nga për në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari këtu në Prishtinë, nga aeroportin ndërkombëtar i Beogradit Nikola Tesla. Këtu në presidencë do të takoj presidentja e shtetit Vjosa Osmani, ndërka që është shumë e çuditshme dhe diçka që ka ndodhur shumë rrallë, për shkak se në të njëjtën godinë Ursula von der Leyen do të takoj edhe kryeministrin e detyrë Albin Kurti, por që do të takoj në katin e tretë në sallën 301, aty ku mbahen zakonisht mbledhjet e kryesisë së kuvendit, do të takoj në cilësinë e kryeministrin e detyrë. Kjo duke pasur faktin parasysh se para më shumë se një muaji Bashkimi Evropian në përmjet ambasadorit që e ka këtu në Kosovë, Aivo Orav, i ka treguar qeverisë në detyrë se asnjë zyrtar, qoftë ai i nivelit të ulët apo i përfaqësimit si ambasador, qoftë ai i nivelit më të lartë, duke ditur se presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është gruaja më e pushtetshme në botë dhe po ashtu gruaja më e pushtetshme në Evropë, për shkak se e udhëheq Komisionin Evropian, nuk do të takojnë antarët dhe kryeministrin në detyrë në godinën e qeverisë, por që duhet të bëhet një zgjidhje tjetër, prandaj edhe protokolli i qeverisë ka ardhur këtu në godinën e kuvendit për ta bërë gati sallën ku do të takohet von der Leyen me Kurtin, ndërka që paraprakisht prahet se ka që do të takoj shefën e shtetit Vjosa Osmani, në këtë rast homologën e saj kosovare, diplomatja gjermane me pozitën më të lartë në kuadër të Bashkimit Evropian. Ajo do të thotë në krye të herës do të jenë bisedimet që kanë të bëjnë me perspektivën evropiane të Republikës së Kosovës. Kjo duke ditur se Kosova tash 2 vjet qysh prej qershorit të 2023-s është në masa të sigurisë, në fakt në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian, dhe ato nuk dihet se kur do të hiqen, qoftë tërthorazi, qoftë drejt për drejt, për shkak se Bashkimi Evropian pret, siç thotë, depërshkallëzimin e plot të situatës në veri të Republikës. Kjo i bie fakti se kryetarët e cilët janë zgjedhur nga 12 tetori, pra nga zgjedhjet që i kishim të dielën, duhet të marrin detyrë dhe më pas Brukseli zyrtar të lëviz eventualisht me heqjen mbaset për shkallë të masave ndëshkuese. Këtu në presidencë po bëhen përgatitjet e fundit, pra është edhe tepi i kuq prezidencial, atje e kemi edhe gardën ceremoniale të forcave të sigurisë së Kosovës për pritjen e mysafirës së lartë evropiane, ndërka që përpas çështjes së masave, natyrisht do diskutohet edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me marrjen nga Kosova eventualisht të milionave të parë nga plani i rritjes. Kjo për shkak se plani i rritjes për Republikën e Kosovës ka ngecur, pasi që 2 marrëveshje ndërkombëtare, kuvendi i Kosovës, i cili ka mbetur në fakt është konstituuar, mirë po akoma nuk ka nisur punën në ky legislaturës së 9, duhet të miratoj 2 marrëveshje ndërkombëtare që t'i hapë udhë marrjes së milionave të parë që i takojnë Republikës së Kosovës nga plani i rritjes, e që në total është më shumë se 800 milion euro. Po ashtu do të flitet edhe për çështjet se ku ka mbetur aplikimi i Republikës së Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat. Këtë aplikim e kishte bërë në dhjetor të vitit 2022, do thotë tash 3 vjet, kryeministri atëherë i plot fuqishëm, tash kryeministër në detyrë Kurti, por nga Brukseli kanë thënë se ai aplikim ka mbetur në një sirtar në kryeqendrën evropiane dhe se momentalisht asgjë nuk ka të re. Natyrisht do të flitet edhe për çështjet e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, duke ditur faktin se presidenti serb Vučić para më shumë se një ore gjatë konferencës në Beograd që kishte me presidentën von der Leyen e konfirmoi se një nga temat kyçe të bisedës së tij me krye evropianën ka qenë edhe dialogu mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e raporteve dhe befasoi duke thënë se ka shumë shpresë që do të ketë rikthim në dialogun mes 2 shteteve për normalizimin e raporteve.